Mjeshtër Justin. Përshëndetje. Mjeshtër Justin, përshëndetja. Si e Klea? Mirë. Kënaqësi që jam këtu. Të falenderoj që erdhe. Kënaqësia është e imja për të ndarë këshilla, informacione të vlefshme për publikun tonë. Po. Dhe Kënaqësi, faleminderit për ftesën. shpresoj të nxjerrim diçka produktive. Gjithmonë kur ka dëshirë të mirë të dy anshme, ka gjëra produktive. E bukur. Tani, a mund të shërohet vërtet depresioni dhe ankthi pa ilaçe? Direkt në temë. Okej. Mund të shërohet depresioni dhe ankthi pa ilaçe, sepse pa ilaçe edhe është krijuar. Si mund të shërohet pa ilaçe? Duke balancuar fiziologjinë në format e duhura, me praktikat e duhura, me gjërat e duhura, sigurisht se unë kam krijuar programin Get Released, i ndërthurur me shumë ushtrime, praktika edhe drejtime të ndryshme nga të cilat ne sulmojmë problemin e ankthit, depresionit apo atakeve të panikut. Fiziologjia e individit balancohet, mendja e individit balancohet, emocionet e individit balancohen, edhe si një jetër njeriu zhvillohet edhe nuk ka më ankth. Edhe ka njerëz që pasi ka përfunduar programin Get Released, mbas 4 vitesh apo 5 vitesh vazhdojnë të jenë shumë mirë dhe s'kan pas asnjë shqetësim nga ankthi, s'kan pirë me medikamente që prej kohës që kanë përfunduar programin. Ky program duhet vazhduar apo bëhet një herë dhe pacienti ka rezultat? Çfarë bëhet te ky programi? Identifikohet burimi i problemit, shpërbëhet problemi dhe në momentin që ne kemi identifikuar burimin e problemit, ja mësojmë njerëzve se si është krijuar ai problem dhe zakonisht ata nuk e krijojnë më atë problem, pasi mësojnë që nuk do të bëjnë disa gabime në disa drejtime. Cilat janë problemet më të zakonshme që krijohet ky problem? Këto mund të jenë të ndryshme, mund të jenë të shumëllojshme, mund të jenë gjykime ndaj vetes, të tjerët të gjykojnë ty, ndihesh keq me veten, do një arritje që s'e ke arritur në jetë dhe ndihesh i mbyllur të vetja jote, ndihesh i pa arrir, ndihesh i zhvleftësuar, janë të ndryshme. Por njeriu kur arrin të identifikojë, prandaj programi bëhet individualisht dhe nuk e bëj dot në grup të paktën ende për momentin, sepse nëse duam rezultat 100%, duam që të dedikohemi te cilësia dhe jo te sasia. Pra nëse bëhet individualisht dhe është domosdoshme që individi të ndihet edhe rehat kur flet, gjatë programit ndodhin disa situata të cilat unë duhet të jem prezent për të kujdesur për pacientin në këtë rast. Kështu që është e rëndësishme të bëhet në mënyrë individuale, edhe pasi personi kalon këto probleme, i mëson, ai do ketë mësuar dhe një sër praktikash që ai mund t'i bëjë dhe vetë, nëse në të ardhmen do ketë një shqetësim të vogël minimal me ankthin apo atake paniku, gjë që s'besoj, por ai menjëherë rregullon vetë pa nevojën time në këtë rast, se ka mësuar shumë gjëra gjatë programit. Ku është kufiri mes një trishtimi të përkohshëm dhe depresionit ku kërkon ndihmë profesionale? Çdo herë kur ti ke probleme me depresionin emocionale, gjithmonë duhet të shkosh te psikiatri apo psikologu për konsultim. Nuk do të mjaftonte, sigurisht që edhe të unë do mund të vinte dikush, por është e rëndësishme që mos e hedhin poshtë punën e tyre, sepse edhe ata ndihmojnë në shumë raste shumë të vështira këta njerëz. Tani këto limitet ku fillon depresioni edhe ku është thjesht mërzitje, nëse njeriu ti bëhet një situatë që i rrit tërkohës në kokë, edhe nuk e largon dot, edhe ka të vështirë ta largoj, aty është pika ku ai duhet të fillojë të merret dhe ta shikojë në aspektin seriozisht, në aspektin e shëndetit të tij. Apo i ngatërojmë sot lodhjen, boshllëkun, stresin që kalojmë gjatë ditës, me depresionin? Të gjithë njerëzit në jetë kalojnë ankth dhe depresion, kjo është e pashmangshme, por disa njerëz e kalojnë në faza më të avancuara, disa në faza më të vogla. Në momentin që ajo bëhet një gjë e theksuar, duhet urgjentisht të merresh me atë. Sigurisht nëse bën një program natyral, do ishte gjëja e parë më e mira sepse nuk i fut ilaçe me efekte anësore të trupit dhe e zgjidh atë në mënyrë natyrale, sepse ashtu si e krijove ti atë ashtu dhe mund ta largosh po prap ti, por duhet si tham mekanizmat edhe praktikat e duhura. Në këtë formë njeriu kalon, sidoqoftë duhet gjithmonë të japi rëndësi mendjes, ne shqiptarët dua ta theksoj pak, e kemi të vështirë të japim rëndësi mendjes, sepse mendojmë që ne i dim të gjitha, apo mendojmë që ne jemi më të zgjuarit. Gjithë secili nga njerëzit në Shqipëri mendon se është më i zgjuar nga të gjithë. Kështu që atë arrogancë ndaj jetës do ta largojmë dhe të kujdesemi për jetën përpara se të ndodhin problemet. Jo kur vemi te problemi, te buza greminës, tani të kujdesemi për jetën tonë.
por përpara asaj ti mundesh të fillosh meditimin transcendental, edhe asnjë nga këto probleme nuk shfaqet. Pra, nëpër shkolla do ishte mirë, nëpër punë do ishte mirë njerëzit të meditojnë përpara se të fillojnë ditën e tyre, 2 herë në ditë nga 20 minuta, nuk i kushton asnjë gjë, asnjëriut, madje i rrit jetës cilësitë në çdo aspekt, nëse e bën paraprakisht dhe i parandalon këto probleme. Te meditimi do ndalemi pastaj, por unë doja të di se çfarë i ndodh trupit dhe mendjes kur një person ka ankth të përditshëm. Zemra rre shpejt, frika rritet, gjaku qarkullon shpejt, mendime iluzionare, sikur do vdes, sikur do më ndaloj zemra, mund të krijohen. Të gjitha këto janë efekte që ndodhin nga ataket e panikut edhe ankthi. Pse disa njerëz duket sikur janë okay nga jashtë, por brenda vetes kanë një luftë të përditshme. Sepse janë njerëz që kanë të vështirë të shprehin emocionet e tyre, kanë të vështirë të shprehin ndjenjat e tyre, sepse ndoshta janë ndjerë të gjykuar gjithmonë edhe mendon se duhet të jesh perfekt, edhe po të thuash diçka që është njerëzore do ta marrin si dobësi. Cilat janë shenjat që një person po shkon drejt depresionit por nuk e kupton? Kur mbyllesh vetëm, kur i me veten, kur nuk do të takosh njeri, kur nuk të pëlqen më jeta, kur fillon që të mos kesh më interes për jetën, duhet të kesh shumë kujdes për veten tënde. Kjo është momenti që njeriu duhet të nisi të kujdeset urgjent për veten e tij. A mund të jetë ankthi një alarm që të kuptojmë ne se diçka në jetën tonë nuk po shkon? Absolutisht që po, kjo është një pyetje shumë e bukur dhe shumë mirë që e bëre. Absolutisht që po. Ankthi, në esencë, një arsye shumë e madhe pse krijohet ankthi te njeriu. Edhe besoj të gjithë kemi këtë eksperiencë. Mbase para një provimi, para një takimi. Ajo është tjetër lloj ankthi. Çfarë ankthi është ai? Ai është ankth, le të themi fillestar mbi rezultatin. Ke frikë për rezultatin. Është prap iluzion për rezultatin që ti se di fare se do të jetë rezultati. Pra si do të bëj unë, si do të veproj unë. Ajo është mirë që ne të kujdesemi të mos e kemi atë ankth. Do bëhet çfarë do bëhet, s'ka asnjë rëndësi. Kështu që mirë, po këto ankthet që janë në një fjalë të avancuara dhe kanë një kohë të gjatë që ka personi, me siguri ka diçka brenda tij të cilën ai e bën dhe është e kundërt me natyrën e tij. Bën diçka me zor. Aty krijohet ankthi. Aty ankthi është sinjal që po thotë hey plako. Diçka s'po bën si duhet, edhe kjo që po bën nuk është për ty. Po para ndjenja mund të quhet një formë ankthi kur ti mund të ndjesh diçka, apo thjesht është imponimi i trunit që ja bën ti. Të po futesh pak thellë. Para ndjenja sigurisht që mund të jetë një mesazh nga hapësira ku ne jetojmë mbi një situatë të caktuar, mund të kemi një merak për një gjë, por shpesh herë mund të jetë thjesht iluzion, mendim i gabuar që diçka e keqe do të ndodhi, gjë e cila ndodh shpesh kur ti ke ankth. Pra duhet të identifikosh mirë nëse është parandinjë apo vjen si pasojë ankthit. Sepse nëse ke probleme me ankthin e të vjen kjo ideja parandinjës, me shumë gjasa mund të jetë edhe një gënjeshtër e krijuar nga ty. Gënjen veten, sikur është parandinjë, ndërkohë që është thjesht frikë e krijuar nga dyshimet, frikrat që ty të janë krijuar gjatë jetës tënde. Sa ndikojnë marrëdhëniet toksike, presioni familjar në gjendjen tonë në ankth? Ndikojnë shumë. Ne nuk është mirë njeriu të ri me njerëz të cilët vazhdimisht e kritikojnë, vazhdimisht e gjykojnë. Mirë është ndoshta edhe të marrim diçka të mirë, se ndoshta edhe kanë një të drejtë ndonjëherë, por nuk është mirë të qëndrojmë me njerëz që janë toksik edhe gjithmonë na vën përpara përgjegjësisë, gjithmonë na pushkatojnë, gjithmonë na bëjnë të ndjehemi më pak se ata që jemi. Edhe është krejt normale në një marrëdhënie në çift, në një marrëdhënie motor-vëlla, sidomos marrëdhënie në çift, nuk duhet ta bëjnë njerëzit këtë ngarkesën emocionale që ja kalojnë tjetrit, partnerit apo partneres. Nuk është as pak gjë e mirë edhe ngarkohet, sidomos femrat që janë më emocionale, ato ngarkohen më shumë. Cilat janë teknikat që përdor terapia për të shmangur ankthin pa ilaçe? Teknikat janë të ndryshme, janë të shumta dhe janë të ndryshme për secilin individ, varësisht gjendjes së tij, gjë për të cilën nuk mund të flas për momentin këtu, se nuk dua të ngatroj njerëzit. Se nëse flas këtu atëherë dikush do mund të provojë diçka, do thotë nuk do të funksionojë diçka, do thotë që ajo që them unë nuk vlen, kështu që i prish punë programit Get Released, kështu që kjo do të jetë për një fazë të dytë kur të edukojmë psikologët dhe psikiatrit se si mund ta rregullojnë këtë punë pa ilaçe. A është e rrezikshme ti thuash dikujt që ka presion mblidhe veten se s'ka asgjë gjë?
Po, nuk është shpreha më e mirë ti thuash dikujt mblidhe me veten se s'ka asnjë gjë, sepse është prapë pjesë e ignorancës, se për sa kohë dikush nuk ndihet mirë, ai sigurisht i ka diçka dhe duket që nuk është mirë. Nëse i thua këtë gjë vetëm sa do t'ia shtosh më shumë atë ndjenjë negative, sepse nuk po ndihet i kuptuar edhe po ndihet po prapë i pushkatuar. Kështu që ti ja hedh poshtë edhe ndjenjat e tij. Çfarë duhet i themi një personi me ankth? Gjithçka do të shkojë mirë. Le të shkojmë te një psikiatër, bëjmë një vizitë. Le të shkojmë te një ekspert që merret me këtë punë profesionist, si rastin tim, bëjmë një takim. Po pse njerëzit e kanë kaq të vështirë një person që ka depresion dhe ankth të shkojë te një psikolog, psikiatër? Sepse është stigmatizmi, është gjykimi që kanë njerëzit, s'është mirë nga mendja thonë. Gjë e cila është totalisht një dobësi shumë e madhe që njeriu ta besoj. E të thot, po vajta unë atije, do më thonë çfarë do thonë njerëzit për mua. Kjo është ignorancë absolute. Ti i bën 2 herë dëm vetes. Se as po rregullon gjë dhe as iniciativë nuk po merr. Do me thënë, kjo është gabimi më i madh që bëjnë njerëzit që nuk shkojnë në psikolog, psikiatër apo ekspert të ndryshëm, por mundohen ta luftojnë vetë ankthin dhe depresionin. Ky është gabimi kryesor, por cilat janë gabimet e tjera që bën një person? I folëm më herët, mbyllja në vetvete, gabimet që të luftoj vetë anktin dhe depresionin. A gabimet që të luftoj vetë anktin dhe depresionin? Të mendoj se do e kaloj me kohën, të mendoj se po të bëj palestër do të largohet, të mendoj që unë jam mjaftueshëm i fortë edhe kjo do të largohet vetë. Ç'a ndodh? Për momentin ato mund të largohen, por ato kthehen prap. Duke u kthyer prap, ato prap të bëjnë të mendosh shumë gjëra, tani prap mund të qetësohet dhe prap mund të kthehen. Mirë po kjo të merr shumë energji, shumë kohë, edhe gjitha kohë që ke harxuar duke munduar të bësh këto monologjet me veten tënde për ta zgjidhur, është një kohë e humbur kot. Pse do të ndodhi kjo kur thjesht mund të zgjidhet për punë muajsh? A është meditimi vërtet një mënyrë për të qetësuar mendjen apo njerëzit e idealizojnë shumë? Meditimi është mjeti më i rëndësishëm për jetën e njeriu. Edhe nuk është as pak idealizim, po është ideale. Për një jetë më të shëndetshme, një mendje më të kthjellët, një mendje më të qetë, për një qartësi intelektuale më të mirë, për një elaborim më të mirë të informacionit, për rritje të inteligjencës, për rritje të shëndetit, dhe shumë njerëz që kanë pas probleme shëndetësore, meditimin kanë ndihmuar shumë. Mase nuk mund të themi që i ka shëruar, por i ka ndihmuar që të shërohen më shpejt. Po çfarë ndodh në trup? Edhe pse mund edhe të shëroj. Çfarë ndodh në trup kur një njeri mediton vazhdimisht? Ulet aktiviteti i trupit plotësisht. E ke dëgjuar kur thonë doktorët që jesë mur thonë do të bësh pushim. Pse e thonë? Që të ketë sa më shumë pushim trupi, që atë inteligjencë që ka trupi ta përdori për rregullimin e problemit. Nëse ti lodhesh, inteligjenca për të rregulluar trupin do të jetë më e pakët. Tani pushimi gjatë meditimit transcendental është më i thellë se sa gjumi më i thellë që ti ke bërë ndonjëherë. Dhe kjo vjen për 4-5 minuta. Pas 4-5 minutash. Është një pushim shumë i thellë që trupi rigjeneron veten në mënyrë shumë të shpejtë. Do me thënë, a mund na ndihmoj meditimi te ankthi dhe depresioni, apo është vetëm një praktik relaksuese? Meditimi është praktik relaksuese, gjithashtu ndihmon dhe te ankthi dhe depresioni, por duhet me pas kujdes mos bëjmë eksperimente me lloje teknikash të ndryshme të meditimit. Prandaj është sugjeroj, nëse nuk do të vinte unë, le të shkojnë te një person që ka eksperiencë, le të shkojnë te një person që di se çfarë bën. Shumë njerëz thonë unë nuk meditoj dot se më vijnë shumë mendime. A është normale kjo gjatë hapave të parë të meditimit? Është shumë normale. Por nëse ke instruktorin e dur, apo mësuesin apo mjeshtrin e dur, ajo nuk do të jetë problem, se ai do të mësoj si ta trajtosh atë situatë. Prandaj edhe një herë, njerëzit nuk duhet të ecin me bindje dhe idetë e veta që unë e di çfarë është kjo. Mësoje një herë, pastaj gjykoje të shkretër. A duhet ta zbrasim mendjen gjatë meditimit apo thjesht duhet të mësojmë të luftojmë me mendimet? Gjatë meditimit kemi gjithmonë mendime, po kur specialiteti i meditimit transcendental është që në një mënyrë shumë natyrale duke përdorur tendencë natyrale të mendjes, neve arrim përsëri të ulim aktivitetin mendor, edhe mendimet përsëri të largohen pa u munduar fare dhe pa na bezdisur. Madje është e kënaqshme. Sa minuta në ditë duhet të meditojë një person që të ketë efekte reale? Nëse ti do të filloje meditimin sot, do të kesh efekte për 2 ditë. Sigurisht po të jam unë mjashtrioti meditimit. 20 minuta paradite, 20 minuta mbasdite. Nëse ta vazhdoj këtë për 1 muaj, jeta jote do të transformohet totalisht. A mund ta quaj meditimi një lloj ilaçi real? Absolutisht po. Pse? Sepse është ilaç real dhe natyral. Sepse ka dhënë benefite, janë 700 fakte shkencore
që tregojnë për meditimin transcendental se si e përmirësojnë jetën dhe shëndetin e njerëzit, madje në nivel psikologjik, emocional, edhe shoqëror. Nëse të gjithë ne meditojmë, jeta jonë do të ishte 100 herë më e mirë. Nëse të gjithë shqiptarët do meditonin çdo ditë 20 minuta 2 herë në ditë, jeta do të ishte një prallë. Po nuk kanë shumë kohë shqiptarët meditojnë. Kanë 12 vjet jam unë që jam këtu dhe i kam mësuar disa mira njerëz. Ti që je mjeshtër, sa mediton? Një orë para dite, një orë mbas dite, Mhm. në mënyrë ideale. Cilat janë gabimet që bëjnë fillestarët në meditim? Fusin ide të teknikave të tjera që kam praktikuar dikur më përpara, gjatë kohës si po i mësoj për shembull meditimin transcendental. Ata mund të kenë praktikuar një teknikë kështu apo një ashtu dhe tani mundohen të bëjnë çfarë bënin më herët, e bëjnë edhe tani që po i mësoj meditimin transcendental. E bëjnë këtë gjë. Prandaj njerëzit që nuk kanë praktikuar fare meditim transcendental asnjëherë, ata e mësojnë më mirë nga të gjithë sepse nuk e ngatrojnë veten me gjëra të tjera. A mund të meditosh dhe pa mbyllur syt? Mundesh, absolutisht. Prandaj ekzistojnë teknika mindfulness apo teknika të ndryshme. Po nëse nuk Unë jeni në meditoj një edhe pa ambient- mbyllur syt. Nëse jeni në një ambient të papërshtatshëm. Nuk ka lidhje ambienti. Ambienti është si është. Çdo gjë në jetën tënde ndodh sepse ti e trajton brenda vetes ashtu si ti e trajton. Ndihmoj meditimi një person ku ka sulme paniku ose frikë të vazhdueshme? Duke sheshuar frikën, ataku panikut nuk do të më. Por dhe një herë, mos të ngatrojmë, nuk shërohet, unë nuk promovoj se mund ngatrohen njerëzit. Nuk promovoj që shëron meditim apo meditim transcendental anktin apo ataket e panikut, ë? Është pjesë e programit Get Release që shëron, por është shumë kompleks programi Get Release që garantohet shërimi nga këto apo zhdukja e anktit, atakeve të panikut. Nuk është vetëm meditimi. Që mos keq kuptojnë njerëzit me idenë e meditimit. Pse meditimi i bën disa njerëz të përballen me emocione që i kanë shtypur prej vitesh? Se në me meditim apo pa meditim në një moment ato do të përballen me ato. Edhe Por shëndet- meditimi ndihmon që të përballesh më mirë dhe më shpejt. Nice. A është meditimi ikje nga realiteti apo Meditimi përballje është më e qetë me realitetin? meditimi është ardhje në realitet. Më e qetë. Si më e qetë. Do me thënë është ardhje më e qetë, ti jesh në realitet, mos e marrësh me ankth, me frikë. Bravo. Pra vjen dhe e kupton më mirë situatën, më qartë, më kthjellët. Edhe mbi të gjitha lidhesh me veten. Çfarë është vetja? Vetja është realiteti ultimatum, i përfundimtar. Vetja. Vetja ime. Nëse unë e njoh veten, burimin e vetes time, fuqinë e pafundme që ekziston brenda meje dhe brenda teje, atëherë ajo është një njohje me realitetin. Realiteti që ne perceptojmë si realitet mund shumë bukur të jetë dhe iluzion. Prandaj ne kur ikim nga kjo botë, ku shkojmë? Shkojmë te realiteti i vërtet, me Zotin. Shumë e bukur. Po kur vim këtu vim në një iluzion tjetër, në një përjetim. Nga aspektin filozofik vedik, quhet Maya, ajo që nuk ekziston. Kjo është ajo çfarë nuk ekziston. Neve e perceptojmë si ekzistencë, por kjo është ajo çfarë nuk ekziston. Prandaj edhe kur ikim nga këtu, shkojmë ku? Te Zoti, që është realiteti i vërtet. Si mund ta përdori meditimin? Po ti mos e gjyko këtë që të them unë, ti vetëm dëgjoj. Si mund ta përdori meditimin në momente zemrimi, mërzie apo konflikti? Ashtu si mësohet gjatë kursit. Po, E praktikon. E praktikon. Edhe mbas asaj do ndihesh më qetë dhe më mirë dhe do bësh zgjedhje më të mira. Atëherë ne pak para se të futemi në intervistë e diskutuam bashkë, unë nuk e besoj meditimin. S'ka si problem. Por si unë, ka edhe shumë të tjerë që nuk e besojnë meditimin. S'ka si problem. Atëherë një këshill nga ana jote për të gjithë ne, mua dhe të gjithë ato që na ndjekin, nëse nuk e besojnë meditimin, një këshill të vlefshëm që e mjeshtër. Thjesht e para s'ke pse gjykon. S'ka ndonjë gjë të keqe të provosh diçka për të parë nëse ja vlen apo jo. Okej, a është kjo mjaftueshëm logjike? Ja po të pyes ty meqense je një i grupit. A është logjike që ti ta provosh një gjë pastaj ta gjykosh? Patjetër, po unë mendoj se s'kam nevojë për. Mendoj është një gjë. Jam i sigurt që është një gjë tjetër. Pra ti si njëri intelektual me shkollë, çfarë shkolle ke mbaruar? Gazetari. Shumë bukur. Si njëri intelektual dhe me shkollë, a nuk do ishte logjike që ti ta vërtetosh që në vlen apo jo? Tani un kam një pyetje. Meditimi. Bëra një pyetje unë herë. Po se do lidhen këto bashk. Meditimi vlen vetëm për personat që kanë ankth, stres apo për të gjithë ne që nuk kemi as ankth, as stres? Jo, pse e keq kuptoni? Sot vuajnë të gjithë nga ankthi dhe nga stresi. Jo, nuk Por meditimi është një mjet, nuk e besoj.
Meditimi është një mjet i cili të zhvillon potencialin mendor. Meditimi është një mjet që dhe kur je shumë mirë, të ndihmon që t'jesh akoma dhe më mirë. A beson se ka akoma dhe më mirë? Po apo jo? Po. Bukur. Si e beson ti këtë gjë pa e siguruar? Ti sa po gjykove meditimin? Po unë nuk ka akoma më mirë, po nuk më të vjen kjo akoma më mirë nga meditimi. Sigurisht që të vjen nga meditimi. Të vjen nga Të paqja e po. brendshme, nga vetja jote vjen. Meditimi është mjeti që të ndihmoj ty ta zbulosh nga vetja jote. Po Pra, njerëzit që kanë shumë vetbesim, kanë shumë dashuri për veten. si puna ime. Edhe pa meditim. imja. Okej. Mos e gju ujori ti? Ë? Edhe ujori? Jo, jam ligjëresh. Okej. Si vllai im. Okej. Kam nevojë për meditim unë. Jo, sepse ti po thua të rrit, Dgjoj. të bën të Nëse thuash. ti do të kesh një jetë më cilësore, më të arrir, meditimi është ndihmës. Jo më domosdoshmërisht ke nevojë për meditim. Unë jam shumë pro partizan, i njeriu i ka të gjitha veglat edhe pa meditim. Unë e them atë gjë. Që jam e promovoj meditimin prej kaq vitesh. Pra njeriu e ka potencialin e tij edhe pa meditim. Por me meditimin ai arrin atë potencial ta zbulojë më shpejt, ta shfaqë më shpejt, edhe ta aktivizojë më shpejt në jetën e tij për të parë benefite në shumë drejtime. Kështu që kjo është një plus. Unë mund të jem shumë mirë, nëse meditoj, do jem edhe më mirë. Meditimi ka lidhje me manifestimin? Absolutisht që po, sepse duke praktikuar meditimin apo meditim transcendental, do thoya që është teknika më e fortë, më e mira. Ajo tregojnë disa kamera të cilat shikojnë aurën e personit, energjinë rreth trupit të njeriut, e shikojnë se si gjallërohet një aura shumë e madhe kur dikush fillon të transcendojë. Çfarë është ajo? Çfarë? Pikërisht ajo është energjia e individit që gjallërohet kur ai lidhet me kë? Me burimin, me veten, me paqen absolute. Pra, kemi dhe fakte fizike që po na e vërtetojnë që diçka ndodh kur ne meditojmë. A nuk jemi kurioz të shkojmë çfarë është kjo energji që krijojmë neve kur meditojmë? A nuk jemi kurioz? A je kurioze? Jo. Nëse je shumë e limituar te materializmi, s'do jesh asnjëherë. Mbase, nuk i dihet. Unë ta thash më parë që unë nuk Atëherë je shumë e limituar te niveli i prekshëm i jetës. Nuk e ke kuptuar që brenda nesh apo brenda gjithçkaje ekziston një burim i pafundëm që s'ka fillim, s'ka fund. E kanë gjetur dhe shkencëtarët, edhe Einstein i thotë, të njëjtën gjë nëse futesh shumë thellë në një shkencë të caktuar dhe zbulon brenda saj çfarë ka, nivele atom, subatom, elektron e tjerë me radhë, ti zbulon një gjendje boshe të ekzistencës, gati për të prodhuar gjithçka. Do me thënë unë duhet Fusha të vakume, nis meditimin. vacuum state. Unë duhet të nis meditimin. Jo, nuk duhet të nisësh asgjë. Ti duhet të bësh atë çfarë ti do të bësh. Ti e bën vetëm nëse e do meditimin. Të falenderoj shumë. Hajde, faleminderit. Okej, unë nëse do ta bëj meditimin thjesht për kuriozitet. Po, Çfarë do m'japi meditimi mua? do t'i japi një paqe më të mirë gjatë ditës, një kthjellësi më të mirë, një inteligjencë më të mirë, një gjendje emocionale më të lartë, një reflektim më të bukur. Do të shijosh kafen kur e pi në mëngjes 3 herë më shumë se sa e shijon kur e pi tani. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Kesh sigurt. Shumë faleminderit. Edhe ti. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.